Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Jemi sot përsëri në Gjeokult. Do të flasim për një temë historike dhe kam një të ftuar special, që është specialist për këtë çështje. Para se të fillojmë bisedën dhe t'ju prezantoj temën, dëshiroj t'ju kujtoj që të bëni subscribe në kanalin ton. Gjithashtu falenderojmë të gjithë sponsorat cilët dalin vazhdimisht këtu me shirit edhe me logo. I falenderojmë se pa ta do të ishte i vështirë transmetimi i këtij emisioni. Gjithmonë jemi në një emision ku nuk luhet me titujt dhe brendia bosh, por jemi serioz dhe punojmë për një afat të gjatë dhe të shtrirë dhe nuk jemi komercial të gënjejmë me tituj edhe brendia bosh, si bëjnë shumë nga këto banaqet që janë për Shqipëri, që kanë filluar të gëlojnë pafund. Pa u zgjatur, po prezantoj temën. Është 85 vjetori i sulmit ushtarak të Italisë fashiste, e cila kishte pushtuar Shqipërinë më 7 prill, me 20 të 39-s dhe me 28 tetor, pas një viti e gjysmë gati, të 40-s u sulmua Greqia. Dhe grekët festojnë atë që quhet festa e Jos, ose Oqit, që i thonë grekët, ku qeveria greke dhe mbreti grek dhe kryeministri grek i thanë kërkesës për kapitullim nga ana e Italisë fashiste të Greqisë, i thanë jo. Dhe populli grek rezistoi, luftoi dhe fitoi, sigurisht dhe kryesisht edhe me ndihmën e flotës ajrore britanike. Për të diskutuar në lidhje me këtë çështje dhe me këtë temë, mollësisht kam ftuar studiusin dhe historianin e apasionuar Armand Plaka, i cili tashmë njihet për zërin e tij profesionist të pavarur dhe larg teorive zyrtare të cilat kanë qarkulluar, qoftë nga pala greke, qoftë nga pala shqiptare, qoftë nga pala italiane, dhe sidomos nga teoritë e shqiptarëve, historianëve shqiptarë, të cilët në periudha të ndryshme politike të Shqipërisë kanë dhënë versione paksa të ndryshme, kurse Armando Plaka është gjithmonë original, i vërtet, sepse e vërteta është fe mbi fe dhe ju e dini të gjithë që këtu në podcast Gjeokult thuhet vetëm e vërteta. Armando, mi se më ka ardhur dhe është kënaqësi që jemi bashkë për të diskutuar për këtë ngjarje historike për cilën është folur edhe më përpara dhe janë, siç është shpreha, dhe janë trajtuar në këndvështrime ndryshme dhe më përpara. Do të dëshironja të më thuaj ti ke qenë aktiv edhe në shtypjen e shkruar këto ditë në lidhje me sjelljen e disa opinioneve të tua dhe disa fakteve. Në fakt, Oqi ose jo kishte thënë dhe mbreti Zog, kur ju dha ultimatumi nga ana e qeverisë fashiste për të dorëzuar dhe për të kapitulluar dhe për ta dorëzuar shtetin shqiptar në suverenitetin e fashizmit. Fuqia e shtetit shqiptar dhe e Zogut ishte e pamjaftueshme për të rezistuar kësaj fuqie të madhe fashiste, dhe ashtu siç ndodhi edhe me popujt e tjerë më të mëdhenj, si në Francë, në Rumani, në Bullgari, ku pati ushtarak të cilët menduan, ose politikan ose qeveritar, që menduan që më mirë se të ikim të ambathim është të qëndrojmë, të qeverisim vendin ton dhe të shpëtojmë çfarë mund të shpëtojmë. Spikat në këtë këndvështrim Mareshalli Pétain, generali madh i luftës së parë botërore, fitimtari i Francës, i cili ndryshe nga De Gaulle, që u largua nga Franca gjatë pushtimit gjerman, qëndroi aty. Edhe në Shqipëri ka pasur qeveri, ashtu si dhe në Finland, Mannheimer, mos gaboj, ka qëndruar dhe ka qenë madje dhe aleati nazizmit dhe Hitlerit, por që në fund, vitet e fundit, u bashkua dhe bëri aleancë me bllokun antifashist, me rusët, në luftë kundër nazizmit. Dhe në Shqipëri ka pasur qeveri të tilla, të cilat janë quajtur Quisling ose kolaboracioniste me pushtuesin,
po që varet në çfarë kendi mund t'i shikojmë, nëse ato kanë bërë më shumë mirë apo keq, sidomos në një distancë kohore kaq të madhe, krahasuar edhe me vendet e tjera siç e përmenda, siç ka qenë Mustafa Kruja vitin 43 me italianët në agonitë të pushtetit italianëve fashistëve në Itali dhe në Shqipëri. Vitin 42. 42, po mirë, dakord. Më 43 kapitulloi në shtator Italia fashiste. Më pas kanë qenë edhe disa qeveri të tjera, të cilat janë quajtur kolaboracioniste edhe me Italinë edhe me Gjermanët. Çfarë këndvështrimi mund të na sillni ju në lidhje me këtë ngjarje ku Shqipëria dhe sot vuan pasojat e ligjit të luftës të cilën Greqia e mban për qëllime politike, duke përdorur si pretekst çfarë faji kishte Shqipëria e cila ishte vetë e pushtuar në fakt nga Italia fashiste, që nga toka e saj u sulmua një vend tjetër sovran, po nga një vend i pushtuar siç ishte Shqipëria. Sa madhështore e shikoni ju këtë rezistencë të grekëve, të cilët shumë shpejt nga tetori në prill u pushtuan nga gjermanët. Hitleri e quante barku i butë i Evropës, Ballkanin, dhe duke parë që Italia i humbi nderin boshtit në luftën me Greqinë, Hitleri sulmoi me sa duket dhe e pushtoi dhe e mori në kontroll për të mos e lënë Greqinë në dorën e britanikëve, kundërshtarëve të vet më të idhur. Si mund ta përshkruani ju gjithë të tablo, Armand, si e shikoni, cili është këndvështrimi juaj? Çfarë të reje mund të na sillni ju në lidhje me këtë ngjarje dhe cilat duhet të jetë ardhmja e marrëdhënieve shqiptaro-greke, të cilat kanë ngecur për shkak të kësaj historie dhe të kësaj ngjarje? A kanë faj shqiptarët në këtë luftë? Dihet që ka pasur dhe ushtarë shqiptarë, mercenarë të rekrutuar në këtë luftë, madje ka patur dhe ushtarak si Spiro Mesiu, i cili më vonë kaloi në hierarkinë më të lartë të ushtrisë nacionale shqiptare, babai i Alfred Mojsiut, presidentit të paradokoshëm. Dhe Shqipëria sigurisht nuk mund të quhet që është dorë jashtë në këtë histori. Si analizoni ju gjithë këtë situatë? Fjala për ju. Së pari, faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta, Fred, dhe urime për emisionin edhe për, le të themi, ndërmarrjen apo sipërmarrjen tuaj të guximshme, të përpjekjen tuaj të lëvdueshme. Tashmë, ju bët një hyrje vërtet shumë shtërruese, e cila në vetvete ndërthur shumë pyetje dhe pikpyetje, për cilat do mundohem t'ja përgjigjej për aq sa koha do na e lejojë. Ajo që ndodhi 85 vite më parë është një arsye për t'u përkujtuar, për të testuar. Çfarë ndodhi? Ku ishte vija e sulmit? Sa kanë marrë pjesë afërsisht nga ushtria italiane? Nuk tentoj të hyj shumë në këto detaje, sepse këto mund të gjenden kudo lehtësisht sot. Ka të dhëna mbi statistikat, pra për sa i përket kësaj, janë lehtësisht të gjetshme. Ndërkohë, po, luftë në këtë konflikt. Ka disa teori, ka mendime të tilla që thuhet që dëshira e Duçës nuk ka qenë finale për një hap të tillë, por ka qenë i shtyrë nga rrethanat, nga zhvillimet gjeopolitike dhe ushtarake, sidomos, pra, kuptohet, para se të niste fushata italiane në Greqi, ose ajo që njihet si lufta italo-greke, kemi disa hapa të mëdha të gjermanisë naziste në atë kohë. Ishte kulmi i ravizimit të një aleance nga më të mëdhat në botë atëherë, pra kuptohet boshti. Dhe Italia duhet i tregonte aleatit saj të madh, pra Gjermanisë, që edhe unë jam në gjendje të ndërmarr hapa surprizues, po aq sa të mëdhenj sa që keni ndërmarr dhe ju. Dhe kjo mendohet që ka qenë arsye shtytse, përveç planeve afatgjata që ishin kohë, që ishin përkujtuar në Europë. Hitleri vë fajin luftës në Ballkan, që shtyvi luftën në Rusi në qershor. Se do ta kishte filluar në pranverë luftën në kundër Rusisë. Po, ajo pastaj është pasojë e dështimeve
të ushtarake të Italisë, të cilat pastaj sollën riravizim të frontit dhe të planeve të luftës për Gjermaninë naziste. Kuptohet, po të dalim te kjo. Duhet thënë që grekët e festojnë çdo vit me të drejtë, sepse është një arsye për ta përkujtuar, për ta festuar. Por ajo që kam mëtuar të sjellun vazhdimisht në shkrimet e mia, se është një temë cilën e kam trajtuar, siç e thatë dhe ju, vitet e fundit në shtypin shqiptar, në media të ndryshme. Kuptohet, nuk e di nëse ka pasur receptor e vesh për të dëgjuar, por unë jam munduar ta jap mesazhin tim. Mesazhi im ka qenë i tillë që ndërkohë që Greqia ka të gjithë të drejtën e vet të festojë atë jon e vet Oqin e famshëm, ne nuk kemi pse e fshehim një fakt historik që ka qenë, po jo, ka qenë edhe për ne, pra zyrtarisht në vullnetin e pavarur të popullit shqiptar të shprehur nëpërmjet instancave institucionale që ishte parlamenti, po edhe monarku në atë kohë, Italisë i është refuzuar ultimatumi, kërkesa, sepse Italia operoi në të njëjtën mënyrë edhe me ultimatumin që Guxoni, generali Guxoni i dërgoi monarkut shqiptar, edhe një vit më vonë kur ju dësht i dërgonte ultimatum qeverisë greke, pra dihet ajo shprehje e famshme me taksas që hyri në histori pastaj. Oqi. Pra, mënyra se si është operuar ka qenë e njëjtë, por kuptohet mënyra si është reaguar nuk ka qenë e njëjtë në shumë pikpamje, por ka qenë e njëjtë në kuptimin e refuzimit zyrtar. Por, a kemi ne arsye që ta ngrem në nivelin e Oqit greke? Jo, nuk kemi arsye sepse më pas ajo që ndodhi nuk na bën të ndjeni krenar. Por institucionalisht populli shqiptar i tha jo pushtimit të Italisë, kurse fakti që I tha jo, po nuk kishte fuqi për të reaguar, kurse Greqia kishte këtë fuqi. Duhet të dalë. Në shkrimet e mia vazhdimisht kam tentuar të bëj ato krahasimet, paralelizmat dhe të them që për ne Gjermania që e bëri Greqinë të nënshkruante kapitullimin ishte Italia. Pse? Sepse raporti i forcave ishte i tillë. Dhe që nga ligjet e fizikës deri ke ligjet e politikës dhe të gjithë fushave të tjera, kuptohet është ligji i dominimit më të fortit. Sepse vazhdimisht aty kam bërë një pyetje retorike që duket pak edhe sigurisht shumë provokuese. Kam thënë në një moment aty në rreshta të shkrimeve të mia kam thënë përse Greqia nuk i tha Oqi dhe Gjermanisë. Dhe në fakt por ju nështrua sepse Gjermania ishte shumë më e fortë dhe me një luftë blitz punditësh. Arriti të zotrojë dhe Jugosllavin në atë kohë monarkike, edhe Greqinë. Dhe unë nënshkrua le themi kapitullimi sepse nuk kishte fuqi Greqia t'i bënte ballë Gjermanisë. Dhe habia ime në këtë rast është përse nuk thuhet me zë të lartë që Shqipëria thjesht nuk kishte fuqi edhe Greqia të kundërshtonte Italisë, sikurse Greqia nuk kishte fuqi të kundërshtonte forcën, çfarë profesorët e Gjermanisë. Edhe Greqia zgjodhi një qeveri kuislinge. Do dalim dhe aty. Një nga akuzat e shpeshta, kuptohet, merr spuntu sidomos nga konferenca e vitit 1946, konferenca paqes në Paris, që ne në atë kohë, ne që i kemi prekur kohën e monizmit në Shqipëri, kuptohet, ka qenë një nga pikat më të na mësoi shumë herët se çfarë tha lideri komunist shqiptar në 46-ën aty. Pas në një seancë që kishën si fare aty. Nëse pa është puntuar. E mbronte Titoja çështjen e Shqipërisë në atë kohë. U ndërtuar në interesa të tjera se ishte Bashkimi Sovjetik e tjera, bota sa nuk ishte dalë. E ka fryrë historiografia komuniste Pascal Milov me shok. Po një të vërtet ka aty që Greqia puntonte shumë në faktin që këto janë bashkëpunëtorë të nazizmit, e meritojnë për të plotësuar synimet e veta që kishte. Ndërkohë që mirë apo keq Enver Hoxha ja tha atë fakt që ndodhi ajo që ndodhi, pushtimi erdhi nga Italia, nuk erdhi nga Shqipëria, pavarësisht se fizikisht, gjeografikisht inkursioni nisi nga kufiri shqiptar, se s'kishte si të bëjë ndryshe, por Shqipëria ishte një vend i pushtuar për cilin domethënë i cili nuk vendose dot vetë për vendime kaq të rëndësishme siç është sulmi mbi një shtet fqinj.
Dhe mirë po, gjërat pastaj fillojnë e komplikohen, bëhen objekt spekulimesh, interpretimesh pafund, dhe problemi më i madh i kësaj është pasoja e gjithë kësaj, cilën fatkeqësisht po e vuajnë akoma marrëdhënien shqiptaro-grek ose po e vuajnë paktën krau këtej, krau ynë. Ndërkohë që nuk e ndjej të jemi fajtor aq sa ka thënë pala greke. Po për dalë pastaj në fund, sepse zakonisht në shkrimet e mia kam konkluduar në fund edhe me pjesën e kolaboracionizmit, duke e parë kolaboracionizmin me një sy pak më realist, duke e parë Shqipërinë si pjesë të së gjithës, të asaj që po ndodhte në Europë. Është pak paradoksale ajo që ndodhi në atë kohë në Europë, nga Norvegjia deri në Greqi, nga Portugalia deri në Turqi. Kemi për arsye pragmatike të momentit, kemi aleanca të ravizuara me njërën palë apo me palën tjetër, kemi dhe, siç e përmendët ju, Turqinë, po ka pas dhe palë të tjera të cilat njihen si neutrale klasike, siç ka qenë për shembull Portugalia, Zvicra, Suedia. Një rol shumë interesant ka qenë dhe i Spanjës, e cila, domethënë, vetë lideri populist ose fashist spanjoll, kuptohet, ishte një ndër miqtë më të afërt të Führerit, të Hitlerit, por nga ana tjetër preferoi të mos futej. Vetë Hitleri thot në kujtimet e veta, në testamentin politik thot që unë nuk dëshironja që Karloj atynte thot në luftë në krahun tim, sepse Franco, më fal, sepse ishte thot i dobët thot Spanja thot, dhe nuk mund të rezistonte dot fuqisë britanike, dhe duke pushtuar Britania thot do mëriste frontin dhe kilometrat e konfliktit me Britaninë thot, kështu që më mirë thot të rinte Asnjanës dhe Britania mos kishte shkak thot që të hynte në territorin spanjoll. Kështu e thot Hitleri në testamentin politik. Unë thot nuk e kam lejuar thot Frankon që të hynte në luftë. Sigurisht që nga dy palët, edhe nga vetë barcit e këtyre, siç ishin pra shtetet që përmendëm, Leverdia është parë më e madhe duke qëndruar neutral, por në realitet nuk qëndruar neutral. Sidomos interesant është rasti i Portugalisë. Dihet që Portugalia, Lisbona ishte qendër spionazhit në atë kohë, të dy krave. Ashtu si dhe Zvicra. Ashtu dhe Stambolli. Ishin par excellence qendra ku glonte spionazhi, qoftë nazist i boshtit, pra qoftë edhe ai i aleatëve. Mi po, në fund fare, u panë qëndrime, si me thënë, tejet pragmatisme, qoftë të Turqisë, qoftë të Portugalisë, të cilët braktisën neutralitetin dhe përfundimisht i shpallën luftë Gjermanisë. Po akoma më paradoksale është ajo që ndodhi në vende që ishin tashmë aleatët Gjermanisë, aleatët forta si Finlanda, Rumania, Bullgaria, apo jo. Ka ndodhur brenda ditës ose brenda natës që kanë kthyer pllakën nga këtej andej dhe dikush ka paguar për ato. Për shembull, por është e çuditshme se jo të gjitha kanë të njëjtin skenar, pavarësisht se bashkohen në faktin që braktisën Gjermaninë. Kjo për shkak edhe të mënyrës se si ishin marrëdhëniet politike dhe institucionale në ato vende. Për shembull, diku në një vend në Bullgari ishte mbreti, ai që mbaj si kreu i shtetit dhe shive si figura më e madhe dhe ishte një ndër aleatët kryesor të Hitlerit. Ndërkohë që në Rumani, mbreti nuk kishte dhe aq rol, thjesht kishte mbyllur një sy dhe gjithë rolin e kishte ai, le të themi, Führeri, ka pas një emërtim tjetër, në fakt po i barazhdeshëm me Führerin në Gjermani ka qenë Antonescu. Generali Antonescu ka qenë në fakt një nga aleatët më të vlerësuar të Hitlerit. Edhe në kujtimet e tij, Antonescu dhe generalin Mannerheim, presidenti i Finlandës, ai vlerësonte si dy nga figurat më potente, më besnike dhe më të zgjuara faktikisht. Nuk e di, kishte një respekt të jashtëzakonshëm për generalin Antonescu dhe liderin finlandez Mannerheim, i quante si miqtë e mi më të mirë, shok armësh, që zoti mendonte. Sigurisht pastaj kishim, sepse mënyra si u formsua Europa atëherë kishte dy mënyra, ose ato do të pushtonin gjermanët siç pushtuan deri në Greqi për shembull, ose i detyruan shumë nga vendet sidomos të Europës qendrore që të merrin një qendrim pro-gjerman, ndërkohë që në këmbim të pavarësisë në thojza, siç ishte Slovakia, siç ishte Kroacia, siç ishte
Hungaria, të gjithë to ishin aleat direkt të Gjermanisë pa futur trupa gjermane. Trupat gjermane janë futur vetëm kur ishte e nevojshme për shkak. Pastaj, për shembull, u bë fushata në Greqi, trupat gjermane kaluan jo vetëm nga ish Jugoslavia, por kaluan edhe nga Bullgaria për të pushtuar pjesën e Greqisë Veriut sot nëse Thrakin dhe në fakt grekët i bën dhe gjermanëve rezistencë. Edhe Hitleri e quajti një heroizëm të madh dhe tha grekët dinë si të luftojnë, tha, dinë si luftojnë. Atë e ka thënë gjatë dështimit fushatës italiane në Greqi. Po. Kurse pikërisht sepse e dinte Hitleri e dinte tashmë se rrezikonte edhe dështimin dhe për mos rrezikuar dështimin, përdori një taktik blitzkrieg, pra lufta rrufe, e cila u aplikua 100% në Jugosllavi dhe në Greqi. Dhe pati rezultat, sepse Jugoslavia ra shumë shpejt dhe Greqia po aq shpejt, punë ditësh, 6-7 ditë. Pra, dhe pyetja ime ka qenë shpesh pse nuk i tha Oqi dhe Gjermanisë. Pra, nuk mund t'i thoshte sepse përpjekjen e bëri, por s'mundej dot se forca ishte shumë e madhe dhe në fund fare pam flamurin nazist të valvite mbi Akropol. Apo jo, Athinë. Dhe ndodhi ajo që ndodhi. Greqia u nda midis tre aleatëve, pjesa më e madhe ju dha për administrim Italisë, pjesa veriore dhe verilindore si i bi Bullgarisë, ishte aleat. Athina më duket pati një status të veçantë e administruar nga forcat gjermane dhe ca ishuj për shkaqe strategjike, siç ka qenë Kreta për shembull. Si rrjedhoi, trupat italiane u rikthyen në Greqi, po sigurisht me ndihmën e Gjermanisë sepse vetë dështuan. Në zonën e Çamarisë. Jo vetëm zonën e Çamarisë, gjithë pjesën e Greqisë qendrore deri në Athinë, se në Athinën e administruan gjermanët pastaj. Megjithatë, ndërkohë, në Athinë u ndërtua një qeveri, siç e thatë dhe ju, kolaboracioniste, kukull, ose siç quhej në atë kohë, emrin fakt e ka marrë nga ai lideri nazist në Norvegji, Quislingu, edhe të gjithë qeveritë e tilla quheshin qeveri Quislinge. Edhe e tillë ishte edhe në Greqi. Dhe është e çuditshme pse grekët ose opinionin përgjithësi që qoftë edhe në Shqipëri nuk e thekson këtë fakt. Ndërkohë që paralelizmi është fare i qartë. Aty ishte një qeveri pa dëshirën e popullit grek, ishte një qeveri që në mos bashkëpunëtore të paktën ishte nuk i nxirrte probleme gjermanëve. Megjithëse faktet kanë treguar që ato i ndyn duart me gjak shumë më tepër ndoshta se qeveria shqiptare në Tiranë. Apo jo. Kemi pogrome të miratuara nga qeveria greke, kemi akte të tjera në mbështetje të gjermanëve me masakra ndaj popullsisë civile në ishut greke po edhe Greqinë kontinentale, të gjitha me miratimin e qeverisë qendrore që ishte greke. Ka qenë generali i ushtrisë greke, Çollakoglu, i cili sot kuptohet njihet me një konotacion negativ në historiografinë zyrtare greke. Dhe habia më e madhe është pse puntohet kaq shumë dhe theksohet kolaboracionizmi shqiptar, ndërkohë që kolaboracionizmi shqiptar si ishte as më shumë as më pak, ndoshta më pak, sesa kolaboracionizmi nga Norvegjia deri në Greqi. Nga Norvegjia deri në Greqi. Dhe ç'a ndodhi? Kjo ndodhi në faza të ndryshme dhe në mënyra të ndryshme. Për shembull, bëhet diskutimi iku Zogu, si iku Zogu, pse s'ndeti, ku ndeti, ku shkoi. Zotri, ai tha jo, fuqin aq e kishte, se ishte një vend që numëronte 1 milion banor përballë një vendi agresiv 30 milion. Dhe përsa i përket mesazheve verbale, ka qenë tërësisht kundra, qoftë nga ajoja që i tha ultimatumit italian, po qoftë edhe veprimtaria të paktën ato muajt e parë apo vitin e parë, kuptohet ai ndërmori një tur udhëtimesh nëpër Europë, por i gjeti dyert e mbyllura, le të themi, me kuptim shumë figurativ. Nga ana tjetër, le të marrim disa monarki të Europës veriore kryesisht, të cilët patën një përqasje ose me to ndodhi një fenomen disi i çuditshëm. Dikush u largua, për shembull, oborri holandez preferoi të largohej, se pasi presion shumë të madh nga Gjermania. Ndërkohë që oborri
mbretëror danez nuk u largua, vazhdoi qeverisin, qëndroi nuk u prek. Por mund të themi se ishin kolaboracionist? Jo. Madje Danimarka është nga shtetet më të vlerësuara nga Izraeli për shkak të sjelljes ekzemplare ndaj komunitetit hebren në Danimark. Edhe ka marrë edhe çmime për këtë, në kuptimin është vlerësuar. Ndërkohë, po e njëjta gjë ndolli, pra si Hollandia, si Hollanda, si oborri holandez ndolli dhe me Norvegjin. Mbreti i Norvegjisë preferoi ekzilin, ndërkohë në vend la një qeveri tipike fashiste nga më bashkëpunëtorët në Europë, të kryesuar nga Quislingu. Shumë nga këto lider pas përfundimit të luftës përfunduan në litar ose në pushkatim, por ajo që dua të them është që Shqipëria nuk ishte as pak e veçantë, madje ka ca aspekte që ja zbusin goxha qëndrimin qeverisë shqiptare, sepse nuk kemi asnjë dokument të shkruar ku qeveria shqiptare, po themi kolaboracioniste e kohës, të ketë dhënë urdhra për pogrome apo veprime ekstreme në mbështetje të le të themi në atë kohë pra pushtuesve gjerman. Sigurisht që vendi kishte nevojë për administrimin e punëve të jetës së përditshme, apo jo? Njeriu lind, vdes, do lëshosh një certifikat, do lëshosh shërbime në bashki, dikush do punoj dhe do merresh vesh me shqiptarët, apo jo? Do mbajti pas të qytetit. Se jeta nuk ka. Pushteti lokal do pastrohet e tjera. Tani kjo ju ofrua nga gjermanët si mundësi nga vendet balltike deri në Shqipëri. Kryesisht ju tha të gjitha qeverive që mos më nxirrni probleme, nëse s'doni të jeni miqësor, të paktën mos jeni arbitësor, shikoni punët tuaja të brendshme dhe me tjerat pastaj merremi ne. Plus i Shqipërisë ekstra ju citua sovraniteti dhe neutraliteti. Ndryshe nga se shkalla e varësisë nga Rajhu ka qenë shumë e ndryshme. Nëse shohim vendet balltike dhe vendet e pushtuara, për shembull Ukrainën, Bielorusinë, shkalla e autonomisë ka qenë shumë e vogël, ndërkohë që shkalla e autonomisë për shqiptarët ose pavarësisë madje ishte shumë e madhe, saqë Shqipëria perceptohej thjesht si rrugë kalimi dhe ndërkohë çdo gjë i u la në dorë shqiptarëve. Po s'ndodhi e njëjta gjë në Poloni, ndodhi e njëjta gjë në Çeki. Të mbrojtur virin e Bregdetit, sepse ka qenë një plan. Hitleri mendonte se mund të hapesh fronti i dytë në Adriatik, nga që gjermanët kishin pushtuar në prag të kapitullimit fashist, kishin pushtuar Italinë e Jugut dhe Siçelinë, dhe kishte dizinformacione në shërbimet sekrete gjermane që fronti i dytë do hapeshe nga Siçelia dhe Napoli dhe jugu i Italisë, ku ishin atashuar forca ushtarake britanike dhe amerikane, do të futeshin nga Ballkani. Dhe Hitleri, për të siguruar këtë vijnë detare nga ndonjë sulmi britanikëve dhe amerikanëve, e pushtoi Shqipërinë pa pasur në një interes të madh në shfrytëzimin e resurseve, nuk mori pjesë në mbledhjen e taksave tatimeve ose të ardhura financiare që të fitonte nga populli shqiptar. Paguante për çdo makinë, kishte kontratë që hynte në Shqipëri dhe që përshkruante një territor të caktuar, paguante për ton kilometër taksa në shtetin shqiptar, paguante për gazermat qira. Gjermanët janë shuar për një koreksi të madhe në mbledhjen dhe grumbullimin e ushqimeve të bujqve dhe lektorëve shqiptar, të cilët ne që jemi pak brezmi madh dhe i kemi pyetur ata që dikur ishin të rinj në atë kohë, na kanë thënë që lulëzimin më të madh ekonomia shqiptare ka pasur në kohën e fashizmit dhe nazizmit. Pasi sidomos në kohën e fashizmit se u barazua paraja italiane, e cila ishte 3 herë më e fuqishme se paraja shqiptare, u barazuan dhe në këtë mënyrë, duke marrë një lloj pagën një shqiptar këtu i administratës me një italian në Itali, fuqia e paras në ekonomi, në blerjen e mallrave dhe shërbimeve, ishte 3 herë më e fortë në Shqipëri, e cila kishte çmime 3 herë më të lira në krahasim me vendet e Italisë fashiste. Dhe kur i pyesja unë këta tregtarët e vjetër, cila ka qenë koha që ka lulëzuar më shumë ekonomia private, ata
ata më kanë thënë pa hezitim që ka qenë koha sidomos e pushtimit fashist, kur moneda shqiptare unifikua me monedën italiane. Arman, ushtria greke pas ndihmës së madhe që i dha aviacioni britanik në frontin e luftës në kufirin Shqipëri-Greqi, në zonën e Juglindis, pas fitores grekët shpallën tendenca aneksioniste, ato që nuk i kishin realizuar para Kongresit të Berlinit gjatë luftrave ballkanike dhe i rishfaqen prap gjatë luftës parë botërore për atë që ata e quajnë Borjo e Pirë, dhe ushtria e tyre në fakt hyri nga Pogradeci edhe kapi vijin e Llogarasë të deri në Maliq, në pjesën perëndimore, pikërisht aty ku kalon vija e kufirit që e quajnë ata e Borjo e Pirit. Shqiptarët në përgjithësi, sidomos pjesa e popullatës ortodokse që ndodhet me shumicën e Juglindit të Shqipërisë, e shikonin këtë fitore të Greqisë kundër Italisë fashiste, ashtu si dhe shqiptarët e tjera, një pjesë e madhe e nacionalistëve shqiptarë, të cilët nuk pajtoheshin me pushtimin e Italisë fashiste mbi Shqipërinë, pa dallim feje dhe krajine në gjithë zonën u krye ky kontakt i luftës dhe i veprimeve ushtarake të luftës italo-greke, e panë me simpatik të fitore të Greqisë dhe mposhtje të Italisë, dhe menduan që Greqia mund të ndihmonte popullin shqiptar për të çliruar nga fashizmi. Mirë po më pas, kur ushtarakët dhe politikanët grek që ndoqën nga mbrapa ushtërinë në fjalimet e tyre në Pogradec, në Korçë, por edhe në diskursin e tyre publik në Greqi, shpallnin ambicien e tyre për të mbajtur këto territore shqiptare, duke përdorur këtë si një pretekst dhe si një rast të artë për të rrëzuar kufin që kishte vendosur konferenca ambasadorëve në Londër më 13. Si e analizon ti këtë moment? Në qoftë se s'do kishte ndryrë Gjermania për ta pushtuar Greqinë, a mundet që Greqia ta mbante gjatë gjithë kohës dhe në mbarimin e luftës të territore, dhe a mundet që konferenca e paqes në Paris në vitin 46, konferenca e tretë e paqes në Versailles, do ta njifte këtë pushtim të Borjo e Pirit dhe do përmbyste kufijt e vitit 1913 në favor të Greqisë. Si mendon, ka pasur rreziqe Shqipëria, apo ky sulmi i Gjermanisë ndaj Greqisë ishte një shpëtim, një oksigjen për shqiptarët, pasi grekët u detyruan të largoheshin nga territoret e pushtuara shqiptare? Si e shikon këtë? Mos shumë rastësi i kanë ndihmuar shqiptarët që të mbajnë të Shqipërinë e sotme të Londrës 13. Probabiliteti ka qenë shumë i madh që ndodhte ashtu, pikërisht ashtu siç thonë ju, sepse më lejon të citoj për shembull studiuesen Miranda Vickers në një pasazh aty kur thotë që opinioni publik shqiptar në fillim e festoi triumfin e Greqisë ndaj Italisë, por qëndrimi i tij, pra i opinionit shqiptar, ndryshoi kur Athina nisi të tregojë hapur synimet e veta për të aneksuar jugun e Shqipërisë. Pra e thotë që studiuse e huaj serioze, e cila është marrë me historinë e vonë të Shqipërisë. Si janë sjell grekët me shqiptarët gjatë pushtimit të këtij territori? Jo me ortodoksët, se me ortodoksët janë sjell mirë, bënin propagandë dhe përpiqeshin të bindnin që feja është parësore dhe jo gjaku dhe kombi. Duhet kuptuar në fakt se e vërteta është e vërtet. Ndryshe nga sjellja e grekëve përgjatë luftrave ballkanike dhe luftës parë, sjellja në këtë kohë ka qenë më korrekte, le të themi, dhe fillimisht janë munduar me anë të, madje kanë botuar në një shkrim aty, të lutem regjia, ndoshta është një flet palosi që lëshoi me avion apo ku mundej nga shteti grek në territoret shqiptare, drejtuar popullsisë shqiptare në fillim të inkursioneve italiane. Regjia. Për të faleminderit. Sa ta brigati regjia do? E ka marrë nga arkiva e famshme e Luçës, më ka bërë shumë përshtypje, në fakt. Teksti është në shqip,
është i flet palosje ku i përmendet shqiptarëve po, shumë që nderoni ta citojnë ndoshta fjalë për fjalë se aty nuk duket shumë qartë, po e lexoj. Shqiptarë italianët duan të ju nxisin të përdhunoni tokën greke, dhe ju nxisin të luftoni kundër ushtarit hero grek. Ribeloni, thotë se ishte gjuha e kohës, pra në dialektin tosk, ribeloni të gjithë dhe bashkoni armët tuaja me armët tona dhe kemi për të hedhur larg Shqipnie fashizmën e Mussolinit. Shqipnia, të kjo është shumë e rëndësishme fakt. Shqipnia ka qenë kurdo krenare e lirisë së saj, pra i përmend do të preki pak edhe sedrën e shqiptarëve, dhe Greqia kurdo e ka respektuar, dhe sot rreziku është i përbashkët sepse Mussolini dhe Hitleri duan të bëjnë popujt e Ballkanit shërbëtorë të interesave të tyre, thotë. Se me zi shquhet fakt se kuptohet dokument arkivor. I vetmi popull që ka dëshmuar në çdo çast misinë e tij për popujt ballkanik është populli i madh anglez. Tashmë kalojm tek pjesa e rolit britanik. Kuptohet që grekët ishin shumë falenderues ndaj anglezëve, po donin edhe të dekurajonin shqiptarët për të kuptuar që e ardhmja e kësaj përplasje të madhe ndërmjet dy bloqeve, pra Boshtit dhe aleatëve, ishte e anglezëve. Ishte e aleatëve, le të themi, që lufton pa rreshtur për të shpëtuar qytetërimin. Ka marrë flamurin për të shpëtuar qytetërimin, pra. E gjithë Greqia është e mbledhur pas mbretjet e saj dhe italianët sigurt që do të munden nga heroizma jon dhe ju shqiptar do të ndihmoni, pra do të ndihmoni ne, do na ndihmoni ne për t'i arritur fitores që ka për të lejuar dhe juve të jeni të lirë sikundër keni qenë për 20 vite, se 20 vite kishte Shqipëria shtet në atë kohë. Edhe mbyllet me këto parullat e famshme të kohës, pra post-fascizmi, post-nazizmi, nacional-socializmi, thonë aty. Fakti dokument me shumë vlerë që kur e kam hasur atëherë më ka emocionuar, kuptohet para 7-8 vite, më duhet. Dhe e botova, kuptohet me komentet përkatëse, por të dalim tashmë tek ajo që quhet roli apo ndihma britanike për triumfin e Greqisë kundër italianëve. Nuk është një ndihmë e papërfillshme, as pala greke nuk tenton ta quhet papërfillshme, madje është shumë falenderuese. Ju lutem regjia, është një foto e një ceremonie të aviatorit parë britanik të rënë për Greqinë, i cili paradoksalisht pra i bie është rrëzuar në Vlorë në inkursionet e RAF-it britanik në Vlorë, pra avionët britanik niseshin në një bazë, ja ku kemi avionët apo aviatorët, pilotët britanik, të cilët me shenjat, pra me logot e RAF-it britanik, të cilët bëheshin gati, niseshin nga baza në mos gaboj Eleseus afër Athinës, po ka pas edhe në Greqi Veriore, nisin inkursionet e tyre për të zhbër inkursionet italiane në bazën e tyre që nga Vlora. Dhe shumë inkursione kanë përfunduar atje, kuptohet me sukses ose dhe pa sukses. Ju lutem, është ceremonia e varrimit të një e kam këtu diciturën, të lutem, është një ceremoni varrimi, është një tetar britanik, pra i RAF-it britanik, John Merrifield, besoj historiografia greke, apo ndoshta edhe mbar populli grek e njeh shumë mirë, sepse kjo është një foto shumë ikonike. Ky ka qenë antar i skuadronit 30 të RAF-it britanik, pra edhe njëhet si i pari dëshmor i flotës mbretërore i RAF-it, pra për mbrojtjen e Greqisë nga sulmi italian. Ai u vra gjatë ofensivës së parë të RAF-it, pra në 6 nëntor 1940, kur skuadroni i tyre u sulmua nga skuadronit ajror italiane, ndërsa RAF-i kishte ndërmarrë një inkursion mbi Vlorë në territorin shqiptar. E kemi sigurisht edhe foto të tjera ilustruese. Dhe tani të mendojmë pak, Alfred, të mendojmë pak. Çfarë ishte RAF-i, çfarë ishte Britania e Madhe në atë kohë, çfarë përfaqësonte Britania e Madhe në të gjitha planet politike, ushtarake, diplomatike. Dhe ti të kishe në krah një mik kaq të madh, të cilin Shqipëria kur nuk e pati. Nuk ka pas Shqipëria një mik kaq të madh sa që kishte tradicionalisht, e kishte prej
prej shekush tashmë. Jo s'është se u bë aty aleat i aty për atyshëm. Dhe një aleat i tillë kaq i madh, i cili ka një ndikim kaq të madh, sigurisht të jep ty premisat qarta për ta fituar luftën ose betejën. Ndërkohë që Shqipëria nuk i ka pas to mundësi. Dhe ajo që tentojnë në shkrimet e mia është pikërisht theksimi i kësaj pabarazie ose i këtij fakti i cili për mua është vendimtar në fatet e një lufte. Sigurisht pa ulur as pak heroizmin, kontributin dhe gjakun e ushtarëve grek të motivuar shumë sigurisht për të mbrojtur atë dheun e tyre. Ato ishin në gjithë të drejtën e tyre. Por pas fazës patriotike për të mbrojtur atë dheun e tyre, ato kaluan në një fazë euforike, shkelën kufit shqiptar, tani rrof se bepi që ne u sulmuam nga Shqipëria, ndërkohë që Shqipëria ishte vetë e pushtuar, arritën, sikurse e thatë të gjithë vjen nga jug lindja shqiptare deri në Himar, të cilën nëse s'do kishte ardhur ai realiteti tjetër që ju e përmendët, që fatet e luftës ndryshuan me shumë gjasa, unë mendoj që grekët nuk do i kishin lëshuar më ato territore, sepse tashmë kishin gjetur atë justifikimin perfekt për të thënë që jo vetëm që na takojnë këto se janë Vori dhe Piri, por ne u sulmuam dhe kemi gjithë drejtën që t'i mbajmë këto. Dhe thirrja ime ka qenë kjo, në shkrimet e mia apo në trajtesat e mia, që sigurisht duhet të respektuar secili vend për përpjekjet e veta për të mbrojtur atë dheun, por nuk mund të gjykojmë, domethënë nuk kemi pse përdorim 2 metra gjykimi për dy vendet të cilat nuk janë as pak të barabarta në gjitha mundësitë që kanë pasur. Greqia ishte një shtet që ndërkohë kishte 100 sa vite që ishte shtet, kishte struktura shumë të mirë organizuara, Shqipëria nuk i kishte, kishte popullacion, kishte organizim perfekte të tjera, kishte mbështetje ndërkombëtare dhe për më tepër së thjesht në mbështetje ndërkombëtare, ishte Britania e Madhe. Në atë kohë ishte njëshi, paralelisht me Gjermaninë, sigurisht. Dhe për te i kësaj, ajo që kam dashur të them është që nga pala shqiptare është e vërtet që ka pas një angazhim. Disa të motivuar, po disa dhe të gënjur, siç thatë ju thatë mercenar. Në fakt ka pas dhe mercenar, por shumë për tyre nuk ishin mercenar. U angazhuan në radhët e ushtrisë së rregullt shqiptare, po kuptohet, nën urdhat e komandës italiane, duke menduar se po bëni një luftë të drejtë patriotike. Janë plot 110 apo 111 që mos gaboj, të themi dëshmor shqiptar ose luftëtar shqiptar, kryesisht nga Mirdita, nga Luma, nga Dibra, nga rajonet veriore të Shqipërisë, të cilët ju përgjigjen thirrjes së komandës shqiptare. Mbajmë parasysh tu kujtimet e ish generalit pra Prent Previzi, kujtimet e cilit kam pasur rast të lexoj më njëherë pas ardhes së demokracisë, ishte një libër jo voluminos, po pjesë dolën në atë kohë në shtypin shqiptar, na bënin shumë përshtypje në atë kohë, sapo kishte rënë komunizmi dhe çdo gjë që vinte e kësaj natyre përthithej me një kuriozitet shumë të madh. Besoj ju e keni parasysh vetën për se keni jetuar atë kohë. Flas për vitet 90-tën, direkt pas sa kishte ardhur demokracia. Dhe aty kam hasur për herë të parë, domethënë në kujtimet e general Përvizit, se që ndodhi me detashmentet apo me ushtarakët dhe ushtarët shqiptar në atë kohë. Historiografia zyrtare shqiptare na ka pas përmendur vetëm batalionin e famshëm ose famkeq, mund ta cilësojmë si të doni, nuk ka problem, dhe oficerin majorin e ushtrisë shqiptare Spiro Mojsiu, i cili më vonë pati një karrierë shumë në crescendo në radhët e ushtrisë të re shqiptare komunistët, ato dhe nga komunistët. Okej. Dhe ndodhi që lanë jetën 111 veta, të cilëve sot nuk i dihet as kujt emri. Po mirë, në shumë luftra kanë qenë të drejta ose jo të drejta. Dhe Gjermania e di shumë mirë që nuk ka qenë luftë e drejtë ajo që ndodhi në kohën e nazizmit. Megjithatë, vendet e kujtesës janë vende kujtese dhe gjermanët edhe sot e kësaj dite, aty ku munden, çojnë një buqet me lule në varret e ushtarëve nazist. Në fakt ato ishin gjerman, djemë të Gjermanisë, të cilët besonin që ishin të përfshirë në një luftë patriotike dhe zbatonin urdhrat e zinxhirit të vet komandues, duke besuar
që po luftojnë për Gjermaninë dhe nga ky aspekt kanë merituar dhe meritojnë edhe sot të gjithë respektin se ranë për atë dheun e tyre. Dhe ne ndërkohë sot keni dëgjuar ju ndonjëherë të dim emrat e këtyre 11 djemve nga veriu që ranë në frontet jugor shqiptar? Nuk i dim. Pra, harresa nuk është zgjidhje. Nuk është zgjidhje harresa, është më mirë të themi të vërtetën që kaq veta luftuan, mundësisht edhe emrat e tyre, pastaj nëse gjaku i tyre shkoi kot apo jo, le ta gjykoj historia, po jo të vishet komplet me një harresë kolektive të qëllimshme, dhe të na bëj gjithë jetën të ndjehemi të turpëruar për një vendim që fundit ashtu u mor në atë kohë. Dhe nuk ishin shqiptarët ato që e morën vendimin. Dhe ndërkohë Italia nuk e vuan as pak të aspekti, ka zgjidhur problemet e veta me Greqinë që ju e dini, me marrëveshjet e fillim viteve 50, pra jo vetëm që iku armiqësia, po s'ka asnjë problem sot me Greqinë. Ndërkohë që ishte autorja e gjithë asaj iniciative, ishte dy fish fajtore, pra edhe pushtoi Shqipërinë, po edhe e përdori për qëllimet e veta, duke armiqësuar në dekada, jemi akoma sot, kemi akoma në fuqi, megjithëse kuptohet është nga ligjet më paradoksale dhe më anakronike, edhe më të çuditshme që kujdo të huaj që i thua është ngrem edhe nga pala greke madje. Ka shumë vite që ngrejnë shpatullat nga habia për ekzistencën e këtij ligji shumë anakronik. Ka qenë një ushtarak, Enrico Tellini, që është ai, besoj e ke dëgjuar në mbas luftës së parë botërore në vitet 20, kur po vendoseshin piramidat sipas vendimeve të konferencës ambasadorëve në Londër. Dhe Tellini ishte përfaqësuesi i palës italiane dhe ishte kryetari i KNK-s, Komisioni Ndërkombëtar të Kufimeve, i cili vazhdoi deri në 25 kur ratifikuan piramidat midis Shqipërisë, Greqisë dhe Serbisë, Jugosllavisë. Dhe në katundin xhep të Greqisë ju bëj një prit organizuar nga shërbimet sekrete greke, sepse Tellini nuk lejonte abuzime me piramidat, sepse grekët, duke pasur nga pala shqiptare njerëz pa fuqishëm, pavarësisht se ishin shumë patriotë, siç ishte Dimitër Berati, dhe përpiqeshin të shtynin piramidat, fitonin territore të gjera si sipërfaqe, duke i shtyrë në brendësi të territorit shqiptar. Po Tellini ishte një kockë fort dhe ishte njëri shumë serioz dhe këta vendosin që ta brisnin dhe e vranë. Dhe ka qenë viti 22 ose 23 dhe Duçe sa kishte ardhur në pushtet mbas marshimin mbi Rom. Dhe Duçe dha një mësim të mirë grekëve, duke u pushtuar këtë ishullin e Korfuzit, edhe duke i detyruar që të dënonin ashpër ata shargjinët e xhepës që quheshin, por në fakt ata ishin korfuziot, kishin mbajtur aty edhe shargjinët e xhepës quheshin ata. Ata i zun rrugën Tellinit gjëja duke prerë disa pemë në rrugë, dhe kur makinet i qëndroi, ata e qelluan me çifte dhe vranë disa ushtarak që ishin me te që e shoqëronin. Dhe kam pasur vazhdimisht konflikte ato kohë Duçja me grekët, dhe në lidhje me këtë afeksionin që ka Greqia ndaj Britanisë dhe anasjelltas, Anglia ndaj periudha e rilindjes evropiane, e racionalizmit, e periudhës arsyes, që periudha e iluminizmit, kur shoqëritë sekrete që gëlonin në Evropë të organizuar nga bankierët në shekullin e 19, përdorën shumë epokën e arsyes të filozofisë greke para helenistike, para kristiane, dhe që në atë moment u botuan shumë veprat e filozofëve grek, u reklamuan shumë në Perëndim dhe sidomos në Angli, filozofë tillë si Platoni, Aristoteli, historia e periudhës së Perikliut në luftrat e tyre patriotike ndaj persëve, me disa luftra ndaj persëve, kishin frymëzuar gjithë kulturën perëndimore me një dashuri të madhe ndaj grekëve. Dhe në atë ndarjen që fuqitë e mëdha bënin sipas teorisë së Makinderit, ku ndaheshin në Rimland dhe në Artland, Shqipëria e cila, ose në det dhe në tokë, Shqipëria e cila ka gjithë të kufidetar
nuk u vendos në anën perëndimore me Greqinë dhe me Turqinë, po fut me Jugosllavinë. Jugosllavinë e krijuan britanikët si një digë për të mos lejuar depërtimin slave, për të mos lejuar me depërtimin e Gjermanisë drejt fushave të naftës nga toka, pra në lindjen e mesme. Dhe Shqipëria, si duket, ju ngjit kësaj dige që ta bënte akoma dhe më të fortë dhe u la në Jugosllavi. Po prishja e Stalinit me Titon krijoi rrethanat që Shqipëria përsëri, ashtu si në kohën që na pushtoi Greqia në vitin 40, jugun e Shqipërisë, ishte një augur i mirë fatësjellës për shqiptarët që shpëtoi Shqipërinë. Ndoshta po të kishte qenë Shqipëria e bashkuar me Jugosllavinë, ka mendime që do të ishim kombi më i madh në Jugosllavi dhe do ta kishim më të lehtë shkëputjen në vitin 90 të bashkuar dhe nuk do të ishim të ndarë. Një pjesë e shqiptarëve nuk do kishin ikur në Maqedoni, pjesa e Liridës, po do kishin qenë të bashkuar me gjithë pjesën shqiptare, dhe ka shumë njerëz që mendojnë që kur të shkëputeshim do shkëputeshim të gjithë si një republikë e fuqishme. Kjo nuk dihet, po ne në fakt duhet gëzohemi që mbetëm kështu të pavarur. Tashi gjatë largimit të ushtrisë gjermane nga Greqia në fund të luftës dytë botërore, britanikët kanë nxitur një genocid që ushtria greke me Napoleon Zervasin ushtruan ndaj çamëve, të cilët e kishin parë për së vërtetës popullatat çame e kishin parë me dashamirësi sulmin italian, sepse Italia fashistët bëri shumë propagandë që këtë po e bënte në dobi të popullit shqiptar i cili shtypeshe nga grekët dhe persekutoheshe dhe gjeti një pretekst për vrasjen e një personi aty në zonën e Konispolit dhe kjo ishte preteksti për fillimin e luftës. Daut Hoxha. Dhe këta një pjesë e çamëve e kishin parë me simpati, po ama një pjesë tjetër kishin qenë në shërbimin ushtarak grek, djemë të rinj, dhe kishin luftuar me ushtrinë greke, madje në vijën e parë të frontit, dhe mbrar shumë çam duke luftuar kundër ushtrisë italiane në krah të ushtrisë greke, ashtu siç mund të ketë patur dhe simpatizant për fashizmin italian nga ana e çamërisë, dhe këto lloj nuancash u përdorën çuditërisht nga britanikët, të cilët urdhruan spastrimin etnik të çamërisë dhe vendosjen në tokat. Ndoshta nuk urdhruan, po thjesht mbyllën një sy dhe i dhanë palës nacionaliste greke në prezencën e tyre, është bërë ky spastrim etnik. Dorë të lirë. Kurse për sa i përket çamëve nuk rezulton shumë që ta kenë mbështetur shumë në atë kohë, Alfred. Jo, e kam parë me simpati, ndoshta kam parë me simpati, por shumica e me shpresë që mund të shkëputeshin nga Greqia. U angazhuan në njësitë partizane. Ushtarake greke një herë, partizane, pastaj u bë fronti që u zgjerua dhe u ndan dy pjesë, domethënë nacionalistët dhe pra tabloja është një mozaik shumë i madh me shumë buralec me ngjyra të ndryshme. Ka ca materiale interesante në lidhje me, dhe themi, atë shkallën e vogël të besueshmërisë që kishin grekët ndaj popullsisë çame, nuk i jepnin armë, po i jepnin për shembull të merreshin me punime xhenjere e tjera se kishin frikë mos dezertonin, ndërkohë që nuk ndodhi kështu, kishte plot raste të angazhimit total dhe heroik të popullsisë çame në krah të ushtrisë greke. Po liderët ushtarak grek mendonin që ky është një kontingjent i cili nuk do kemi shumë besim dhe do angazhojmë me punë të tjera, për shembull, është sikur të japin një armë druri dhe mos japin pushkën e vërtet. Po. Mirë, Armand, falenderoj për këtë bisedë interesante që bën. Shpresojmë që të kemi kënaqur një lloj kërshërie të ndjekësve të emisionit ton. Si gjithmonë ju kujtoj dhe një në fund të emisionit, subscribe, që t'ju ndjekim ne ju dhe ju ne. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim ditën e shtunë në emisionin Gjeopolitik mbi ngjarjet e gjeopolitike të javës. Tung tung.